Hani sa më shumë bukë misri, ja përfitimet që do të keni. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte misri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri do të ofrojë përfitime të rëndësishme për organizmin. Ai është një burim i energjisë sepse përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë përdorime të veçanta ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë gjithashtu sa më pak yndyrë në përmbajtjen e tij. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake duhet të shtojnë misri në dietën e tyre.